A pranohet agjërimi në Ramazan pas syfyr? Nuk është kusht syfyri për të qenë agjërimi i saktë. Është i pëlqyeshëm dhe është sunet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Çohuni për syfyr dhe ushqehuni, se në ushqimin e syfyrit ka bekim nga Zoti i gjithësisë. Dhe është koha më e mirë për të bërë dua dhe lutje. Është koha më e mirë për të bërë dua dhe lutje. Dhe është koha më e mirë për të përgatitur për namazin e sabahut. Si mund të falet sabahu me një që çohet për syfyr?" O pejgamberi i Zotit, po nëse ndonjëri nuk ka oreks për syfyr, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë tha, qoftë edhe një gotë ujë ose i gllëj ujë, një kokër hurmë. Hurmi është i begat si për iftar edhe për syfyr. Ni'me suhuri tamarat. S'ka syfyr më të mirë se sa kokra hurma, si më thënë. Kështu që s'ke oreks, 3 kokra hurma, një gotë ujë, je okay. S'ke oreks për hurma, një gotë ujë me bismillah, mjafton. Po jo pa gjë fare. Po nëse dikush çohet, i del gjumi për ezan, a është agjërimi i tij i saktë? Absolutisht që është agjërim i saktë.